të një shteti gjoja të njohur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, por ata çdo herë veprojnë në të kundërtën kur e thonë këtë për vete në raport me Bosnjë Hercegovinën, por edhe në raport me Rusi, që Serbia heshturazi mbështet gjithë luftën e Rusisë, qoftë në Bosnjë Hercegovinë, në Ukrainë, në kërkoj falje, por edhe në kërcënimet e saj që u bën edhe shteteve të tjera të Bashkimit Evropian, apo konflikteve që ka pasur brenda teritorit të Rusisë, siç ishte ai konflikti jo shumë i largët në Çeçeni dhe republika të tjera, të cilat kërkonin pavarësimin nga Rusia. Ndërkaq, zoti Zeri, pas 18 vitesh nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, tashmë Kosova ka institucione funksionale dhe marrëdhënie ndërkombëtare në zgjerim. A nuk është tashmë koha që Serbia të kalojë nga narrativa e mohimit drejt një strategji realiste, po them, që synon këtu normalizimin përfundimtar dhe përfitimet konkrete për qytetarët serb dhe shqiptar? Thëmë drejtën, do të ishte mirëpritur ajo ditë kur Serbia do të fillon të kuptonte dhe se Kosova tashmë është realitet, është një Kosovë, një shtet i pavarur, i njohur nga më shumë se 100 shtete, këto antarët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, antarët e Bashkimit Evropian dhe të tjera. Megjithatë nuk mund pritet një ndryshim i këtij kursi të Beogradit, për aq sa kohë nuk ka një tërheqësi, qoftë nga Bashkimi Evropian, qoftë nga perëndimi në përgjithësi. Megjithatë, unë do të ceku këtu letrën e urimit që bëri presidenti Macron në 18 dhjetorin e pavarësisë së Kosovës, drejtuar presidentës Osmani, kur ai kërkon që të ketë gatishmëri të Kosovës për të normalizuar marrëdhëniet fuqishore me Serbinë, e që është një nga kushtet për Kosovën për të vazhduar kursin e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, por edhe në organizata të tjera ndërkombëtare. Dhe ne shohim se e njëjta gjë po i kërkohet edhe Serbisë, ku tashmë kemi një bllokim të kapitujve të Serbisë nga Bashkimi Evropian, ku është thënë edhe Beogradit zyrtar se normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën do të rifillojë edhe hapja e kapitujve të Serbisë për antarësim drejt bllokut. Pra, është vetëm kjo si instrument apo si një lloj tërheqësie drejt Beogradit që do të mund të ndryshonte kursin e saj dhe Serbia fillonte të sillet si një shtet normal ndaj fqinjit të vetë, në këtë rast ndaj Kosovës, dhe të stabilizonin e të avanconin marrëdhëniet e tyre si dy shtete fqinje. Ndërkaq, zotja Zeri, Vučić deklaroi se Serbia nuk u kthye duke paraqititur situatën si një betejë rezistence kombëtare. A e forcon kjo retorik pozicionin ndërkombëtar të Serbisë, apo e mban tashmë vendin në një konflikt të ngrirë që ndoshta pengon këtu dhe integrimin evropian? Kjo mban patjetër konfliktin e ngrirë, po ashtu mban edhe të penguar proceset e antarësimit të Serbisë drejt bllokut evropian. Megjithatë, janë edhe këto deklarata, duhet parë edhe në prizmin e një diskursi të brendshëm politik që tashmë i duhet Vučićit, i cili ka filluar çdo ditë më shumë të t'i përmend zgjedhjet e parakohshme në Serbi, po pa caktuar ndonjë datë se kur do të mund të mbahen ato. Pra janë edhe deklarata për konsum të brendshëm politik, për të luajtur në një farë formë edhe me ndjenjat nacionaliste, ku Vučić llogarit se do të ketë vota për partinë e tij, edhe pse në disa raste ai deklaron se më nuk do të kandidoj në zgjedhjet e ardhshme në Serbi. Megjithatë, nuk është shumë për t'y besuar, pasi që ne po shohim se rajoni i Ballkanit tashmë kemi lider autokratë të cilët jo lehtësisht
lënë pushtetin e aq më pak me proces zgjedhore, kur dihet shumë qarta proceset zgjedhore në kanë përgjithësi janë procese që manipulohen shumë lehtë dhe ata që janë në pushtet kanë edhe një favor. Pra nuk mund të shohim një garë të barabartë në një proces të barabartë të zgjedhjeve dhe gjitha këto deklarata të presidentit Vučić bëhen edhe për këtë arsye. Pra arsye që të ketë një lloj avantazhi në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që pritën të bëhen në Serbi, pritet qershori ose shtatori i këtij vitit, megjithatë akoma nuk është caktuar ndonjë datë. Por them edhe një herë, narrativa serbe, narrativa nacionaliste në raport me Kosovën do të vazhdojë derisa, siç e tham edhe më parë, nuk ka një trisni të vendosur nga Bashkimi Evropian, por edhe nga perëndimi në përgjithësi që Serbisë t'i bëhet shumë e qartë në raport me Kosovën, se duhet t'i normalizojë marrëdhëniet si dy shtetet fqinje për të vazhduar procesin e saj drejt integrimeve në Bashkimin Evropian, por edhe për të pasur një respekt të saj në arenën ndërkombëtare. E qartë. Zoti Ziri, ndërkaq do doja të rikthehesha pak tek Tribunali i Hagës. Prej vitesh procesi në dhomat e specializuara ka ngritur pikpyetje mbi balancën e drejtësisë ndërkombëtare dhe shumë në Kosovë këtë e shohin si një gjykatë që trajton vetëm njërin palë të konfliktit. Pse drejtësia ndërkombëtare duket e përqendruar tashmë vetëm tek ish-pjesëtarët e UÇK-s, ndërsa krimet e kryera nga forcat serbe trajtohen në procese të tjera ose ndoshta edhe me intensitet më të ulët? Them drejtën, unë jam i prirë për të respektuar institucionet e drejtësisë dhe qoftë kjo edhe gjykata speciale e Kosovës në Hagë. Do të rikujtoj juve dhe gjithë televizionistëve tuaj se ishte kuvendi i Kosovës që themeloi një gjykatë të tillë, pra gjykatën speciale apo siç njihet edhe dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, dhe kjo është bërë për shkak se Kosova ishte në një farë forme e pamur ose në objektivin që nuk ka një sistem të drejtësisë, një sistem që bazohet mbi vlerat, ligjin dhe drejtësinë, dhe për ata ndodhi edhe gjykata speciale në Hagë. Sa i përket zhvillimeve të fundit, unë shoh se dënimi që prokuria kërkoi prej 45 viteve për secilin nga të akuzuarit në gjykatën speciale të Kosovës në Hagë, unë shoh vetëm një përpjekje të prokurisë për të bërë presion ndaj gjykatës, ndaj gjykatësve, që ata të marrin një vendim dënues për ish 4 udhëheqëse apo liderëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me sa kam mund ta përcjell, unë kam parë që prokuria ka dështuar që të argumentoj kërkesat e saj